Dy të rinj janë arrestuar pasi akuzohen se furnizonin me drogë shitësin e lëndëve narkotike në kryeqytet. Si rezultati i hetimeve nga policia, janë sekuestruar mbi 1 kilogram kokain, 1 automjet dhe 2 aparate celular. Operacioni vjen si pjesë të një hetimi të zgjeruar 3 mujor, i ndjekur me metoda speciale të hetimit dhe në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Tiranës. Në fokus të këtij aksioni ishte goditja e rrjeteve të shpërndarësve të lëndëve narkotike në kryeqytet. Sipas burimeve zyrtare nga Policia e Tiranës, dy të rinjtë e arrestuar janë Bria Aldaga dhe Ronaldo Spahiu, të dy 27 vjeç, të dy banues në Tiranë. Ata u kapën në flagrancë ndërsa udhtonin me automjetin aksin rrugor Ura e Beshirit Pez. Gjatë kontrollit fizik dhe më pas gjatë bastisjeve në automjetin dhe banesat e tyre, u gjet dhe u sekuestrua një sasi për 1 kilogram e 234 gram lëndë narkotike e dyshuar kokain. Sipas hetimeve paraprake, kjo sasi droge ishte destinuar për të shpërndar në zona të ndryshme të kryeqytetit, përfshirë Tiranën e Re, Kombinat dhe Selit. Policia bën me dije se dy të arrestuarit dyshohet se ishin rol furnizuesish, duke siguruar lëndë narkotike dhe persona të tjerë që më pas e shpërndanin në doza të vogla. Aktualisht, po vijojnë hetimet për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë të mundshëm dhe për të zbuluar të gjithë rrjetin e shpërndarjes. Krahas sasisë së drogës, në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar dhe automjeti me të cilin udhtonin dy të rinjt, si dhe 2 aparate celular, të cilët pritet të ndihmojnë në zgjerimin e hetimeve. Materialet procedurale janë referuar tashmë Prokurorisë së Tiranës, e cila do të vijojë me veprimet e mëtejshme ligjore për vënien para drejtësisë të arrestuarve dhe çdo personi tjetër të përfshirë.